Sot kemi takim promocional të veçantë. Open Day për shkollën industriale Rubik. Sot do të shpalosin të gjitha aftësitë e kolektivit të kësaj shkolle, gjitha eventi që ka zhvilluar për këtë çështje. Gjithashtu do të shihni edhe fuqinë e kësaj shkolle dhe ne u bëm thirrje që ta ndiqni këtë dokumentar në vazhdimsi, sepse aty do të gjeni të ardhmen e fëmijëve tuaj, të ardhmen e një klase të re punëtore, një klase të re specialistash dhe një klase të re ndoshta filozofëve dhe shkencëtarës që marrin rrugën pikërisht nga kjo shkollë. Open Day do quhet ky dokumentari dhe do të jetë një gjë e mrekullueshme për gjithë shikuesit tanë, nxënësit dhe prindërit të cilët duhet të drejtojnë nxënësit fëmijët e tyre drejt kësaj shkolle. Mirë se erdhe. Çfarë është sot profesor këtë ditë? Open Day. Open Day Është ditë e parë në perspektivë për shkollën e mesme industriale Rubik. Unë pa ta fatë të punoj në shkollë disa vite dhe jem shumë i kënaqur për ftesën që më ka bërë stafi drejtues i sotëm bashkë me përgjithësinë. Falenderoj shumë. Do t'ju nek gjatë gjithë kohës dhe do t'jemi me gjithë profesorët, jo vetëm me drejtorin.
Të nderuar prindër, të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal, të dashur mësues dhe bashkëmoshatar. Kam kënaqësinë dhe nderin t'ju uroj një mirëseardhje të përzemërt në ambientin e shkollës sonë në këtë ditë të hapur. Një ditë e veçantë që na afron më shumë me ju, me komunitetin dhe me të ardhmen tonë. Kjo ditë nuk është vetëm një prezantim i punës sonë përditshme, por dhe një mundësi për të ndarë me ju përpjekjet, talentin, ëndrat dhe pasionin tonë për të mësuar. Sot do të njihemi me disa nga aktivitetet dhe projektet që kemi realizuar gjatë vitit. Do të dëgjoni mendimet tona dhe do të shihni krijimet tona dhe do të ndjeni frymën e bashkëpunimit që mbizotëron. Faleminderit që jeni sot këtu për të na mbështetur. Prania juaj është vlerësim dhe motiv për ne. Pas fjalës mirëseardhjes, u jepet fjala të ftuarve. Do japim fjalën drejtorit të shkollës, Nikol Qikolaj, për një përshëndetje dhe një panoramë të përgjithshme të kësaj dite të veçantë. Përshëndetje të ftuar, prindër, nxënës, mësues, përfaqësues të institucioneve dhe miq të shkollës tonë. Mirë se erdhët në ditën e hapur të shkollës tonë, një ditë e rëndësishme për vazhdimsinë dhe promovimin e arsimit profesional. Kemi kënaqësinë që jeni sot këtu për të ndarë jo vetëm ambientet e shkollës, por edhe vizionin, përkushtimin dhe mundësitë që ka shkolla jonë për të vazhduar me arsimin profesional. Shkolla jonë i ka fillesë të në vitin 1969, një nga shkollat më të vjetra në Shqipëri dhe vetëmja e këtij lloji në zonën e Veriut për përgatitjen e specialistëve të industrisë, një sektor mjaft i rëndësishëm për ekonominë. Pas viteve 90 ndryshoi dhe qasja e shkollës tonë me biznesin. Shkolla jonë duhet të përshtatet tregut të punës dhe për këtë janë hapur pas viteve 90 degët si mekanike, elektrike, hidraulike dhe informatike. Nxënësit e kësaj shkolle janë të kërkuar dhe të punësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, si në Itali, Angli, Gjermani edhe deri në Amerikë. Sa për të ilustruar, një nxënëse që ka mbaruar informatikën në shkollën tonë, sot punon në një nga kompanitë më prestigjioze të Amerikës dhe është e suksesshme. Pra, që do të thotë, arsimi profesional është arsimi të ardhmes, arsimi të rinjve, ku të pajis me një certifikat, të jep një zenat, është je i sigurt në punësim gjatë gjithë jetës dhe i mirë paguar. Pra, më mirë të kesh një zenat, një profesion, duke mbaruar shkollën e mesme profesionale, se sa një shkollë të lartë. Se po të kërkojmë edhe këtu tek ne një jurist ose një ekonomist, do t'i gjejmë ndoshta edhe pa punë. Po të kërkojmë një specialist të mirë fill të zenateve mekanik, hidraulik e më radhë, është e vështirë dhe ndoshta e pamundur. Shkolla jonë sot në këtë promovim vjen me 2 degë, mekanike dhe hidraulike. 2 degë mjaft të rëndësishme për tregun e punës. Por çfarë ofron shkolla jonë për arsimin profesional? Një shkollim me kosto zero, me një staf pedagogjik të mirë shkolluar dhe të kualifikuar, që e kanë zili dhe shkollat më të mira në Shqipëri. Një infrastrukturë të plotë, duke filluar me mencën dhe konviktin me kushte shumë të mira, me shkollën, me ambiente dhe hapësira të bollshme, me bazën prodhuese ku funksionon 2 kabinete, i hidrës ose termohidraulikës dhe mekanikës, që duke kombinuar dhe me praktikat në biznes, bën të mundë realizimin 100% të programit të praktikave profesionale. Në rrafshin ekonomik, të gjithë familjet e nxënësve që plotësojnë sa kritere ekonomike të miratuar me VTM dhe rrugtojnë mbi 5 kilometra nga shkolla, përfitojnë subvencionimin e transportit, tekste falas dhe bursën. Dhe në qoftë se nxënësit nuk trajtohen në konvikt, këtë vlerë burse e marrin cash në bankat e nivelit të dytë. Por jo më pak e rëndësishme është dhe pozicioni strategjik dhe gjeografik i shkollës tonë. Përbërj rrugës së Kombit, shumë afër Tiranës dhe Morinës, e aksesueshme për shkollën tonë nga Hasi, Kuksi,
Puka, Mirdita, Purreli, Laçi dhe Lezhë. Shkolla jonë funksionon ashtu si gjithë shkollat profesionale në sistemin dual gjerman, që do të thotë praktikat profesionale kryhen në biznes, dhe biznesi i detyrohet çdo praktikanti të marrë 1/3 e pagës mesatare. Dhe kjo është saci kompensimi, bizneset e marrin subvencionohet nga shteti. Kjo ishte shkurtimisht shumë shurt një informacion për shkollën tonë, për vizionin, për stafin, për infrastrukturën dhe ofertën e shkollës tonë. Ju faleminderit që jeni prezent dhe na mbështetni. Faleminderit për fjalën e Kryeministrit Drejtor. Atëherë vijojmë me fjalën e përfaqësuesit të pushtetit lokal, i cili është gjithmonë pranë nismave dhe zhvillimeve në shkollën tonë. Ftojmë zotin Albert Myrlyshi, kryetarin e Bashkisë Myrdy. Përshëndetje, të dashur mësues, nxënës, drejtor shkollash. Faleminderit që keni zgjedhur këtë ditë që jeni pranë shkollës profesionale të Rubikut, edhe për të bashkëndarë me njëri tjetrin ambientet e kësaj shkolle, por pse jo, ajo që është shumë më e rëndësishme është pikërisht promovimi i kësaj shkolle sa më shumë. Kur them promovimi, e kam fjalën tek fjala secilit për jush do i shërben të shkollës nëse të afërm, të ri, në për shkolla tjera nënvjeçare që mund t'i nxisim që të ndjekin arsimin profesional. Nuk është fjala që unë si kryetari i bashkisë po përpiqem apo po them fjalë të mira për shkollën profesionale. Unë e njoh shumë mirë arsimin profesional. Absolutisht ja di dhe rëndësinë, di se sa i rëndësishëm është arsimi profesional. Ideja është që secili i ri, e re, që mendon për të ardhmen e vet, i vën vetës vetë disa objekcione, ide, pra që do të arrijë në jetë. Dhe kur flasim për arsimin profesional, është një pritje shile që i hapet secilit të ri që të ndjeki një arsim profesional dhe direkt pas arsimit profesional është i gatshëm për tregun e punës, për ato nevoje që ka sot territori. Dhe jam i bindur që secili i ri apo e re që zgjedh arsimin profesional ka gjithë hapësirat e mundshme, jo vetëm për arsimin profesional të mesit, por në linjën që ndoshta dëshiron të ndjek edhe në arsimin e lartë, pse jo mund të shkojë në inxhinieri mekanike, inxhinieri hidraulike, inxhinieri elektrike, informatikë të përgjithshme etj. Në radhë që japin hapësirën e nevojshme edhe për arsimin e lartë. Pra nuk është se cungohet arsimi profesional me një arsim 4 vjeçar të shkollës mesme. Por, ai që don të ndalojë arsimin profesional me 4 vite, lidhet drejt për drejt me tregun e punës. Dhe ne e dimë shumë mirë se sa domosdoshëm janë qoftë mekanikët, qoftë hidraulikët, qoftë elektricistët, në punët e përditshme, jo vetëm familje, por edhe në ndërmarrje, në aktivitetet të përditshme që ka Mirdita dhe pse jo edhe ma që. Që nxitja e trive për arsim profesional i jep një mundësi më shumë, jo vetëm atij të riu, por çdo familje, sepse jeta është e lidhur me të ardhurat, ato që ne jetojmë në përditshmëri. Nëse ne punojmë për ditë, pra sigurojmë të ardhurat për familjen, normalisht që kemi kriju një mundësi vetes tonë për të e para për të jetuar, por e dyta edhe për të pas një variant pune të sigurt. Dhe ne shohim në Myrdi, por patjetër shohim edhe në vende tjera, në rrethe tjera që qoftë hidraulikët, qoftë elektricistët, qoftë mekanikët, apo dhe profesionet tjera janë ndër më të kërkuarit dhe krijojnë shumë variacione e mundësi punësimi. Kjo është e ardhmja që absolutisht nëse nuk e nxisim, trit pastaj, nuk është se duhet të them për shembull për gjimnazi, si shkolla gjimnazi të pengon të ardhmë, mund ta them këtë. Por nëse nga mbarimi i ciklit 9 vjeçar dhe lidhesh direkt me arsimin profesional,
përveç se ke mbaruar një arsimesën profesional, ti ke hap variante vetes tane në jetën e përditshme për pas më shumëtarë, për punu, për sigurët jetën e familjes e tjera me radhë. Pra, puna është që të nxisim sa më shumë fëmijë, ku më mirë se sa me prindrit, me mësuesit, me qytetarë, nuk të flasim që shiko, historinë e shkollës Rubikut e dinë gjithë. Unë personalisht e di prej kohësh sepse vllai im ka marrë mesmen profesionale në Rubik, elektrike. Sot në Itali punon me këtë profesion që ka marrë në Rubik. Kështu që kjo është mënyra më e mirë për ta nxitur dhe për ta promovuar arsimin profesional. E them me këtë pasion, jo vetëm se kam qenë arsimtar, jo vetëm se kam punuar në arsim profesional, po e them sepse e ndjej e shoh të ditë se sa e nevojshme dhe sa domosdoshme është arsimi profesional për tritarë. Kështu që pse jo ndaj fjalë secili më e than tek qytetar, tek trit, të nxisim që arsimi profesional i shkollës së Rubikut të vazhdojë me ato përmasi që në fakt dikur ka qenë shumë e lavdishme. Normalisht që konkurenca është e tillë, por që shkolla Rubikut nuk ka asgjë më pak se sa qoftë shkolla profesionale Shën Jozefin për shemb, apo shkolla tjera profesionale. Kështu që stafin e ka, ambientit i ka, të gjitha ato që janë domosdoshme për arsimin profesional i ka, kështu që mjafton dhe në vullnetin jonë për të nxitur të rinj që të vinë të arsimojnë në shkollën e Rubikut, në shkollën profesionale. Kështu që unë e përshëndes iniciativën e drejtorit, iniciativën e shkollës për ta promovu, për të bajë të hapur, për të pa edhe vetë prindrit, apo për të pa kushdo ambientet e kësaj shkolle, në mënyrë që ketë një garanci që fëmia nesër, përveç se ka një ambient kondik, ka një ambient shkollor bashkëkohor, pra ka një mundësi që merr arsimin e duhur për jetën e vet, për të ardhmen e vet. Unë e kam thënë, jo se e kam thënë unë, po e themi gjithë në mësuesit që paktën për mua, nuk mendoj se ka dritë tjetër jeshile për të ecë një jetë përveç se arsimi. Në njërën anë është arsimi profesional, pastaj tjetër secili që arsimohet në universitetet tjera më radhë. Arsimi është e ardhmja e çdo vendi. Kështu që nxjes të rinj të regjistrohen në arsim profesional për veten e vet, për jetën e vet, për familjen e vet. Faleminderit shumë, urime mbarësi. Shumë faleminderit zoti kryetar. Tani ftojmë për një përshëndetje përfaqësuesin e zyrës vendore arsimore, zotin Valentin Bardhoku, i cili na nderon sot me praninë e vet. Përshëndetje nxënës të Shkollës Mesme Industriale Rubik, kësaj patente kombëtare të shkollimit profesional, me një histori mbi gjysmë shekullore që ndrit arsimin mjeditor. Kështu që ju përshëndes ju nxënës në radhë parë dhe gjithë ata nxënës që do frekuentojnë vitin e ardhshëm shkollor, ku kjo ditë e hapjes kësaj shkolle, pra ditë hapjeje, do shërbej si iniciativë për nxënësit e ri vitit të ardhshëm shkollor. Kështu që sukseset gjithëve, mbarësi. Arsimi profesional është prioriteti i qeverisë shqiptare. Dihet e përmendi edhe drejtori i shkollës, ku ka edhe subvencione nga ana e shtetit për të ndjekur arsimin profesional. Plus që shumë herë nëpërmjet arsimit profesional arrihet të futesh direkt në tregun e punës. Pa lënë me njan edhe shkollimin e lartë, ku ke hapësirat për gjitha llojet e inxhinierive, por edhe shkollime tjera pa çka indekseve që ka matura shtetërore, ku në deg tjera nuk është shumë e favorizuar, por të paktën në deg të inxhinierive përkatëse është më së favorizuar shkolla profesionale. Nga ana tjetër, kolegët e mi, mësuesit e nderuar të kësaj shkolle, ata që na nderojnë shkollimin Mirdit, ju uroj nga zemra për vazhdimsinë e edukimit në Mirdit, nëpërmjet këtij arsimi profesional që është një dëshmi e qartë se këtu kemi mësues të zot, këtu kemi mësues që dinë të bëjnë punën, që dinë të afrojnë njerëz përreth tyre dhe t'i japin shkollës mirditore një historik të suksesshëm. Nga ana tjetër, prindrit e kësaj shkolle i përshëndes
I përshëndes sepse prindrit janë ata që besojnë fëmijët shkollës. Duke u dhënë ditën dhe dritën e edukimit. Shkolla edukon, shkolla do ecë përpara dhe kjo shkollë e mesme profesionale do ketë të ardhme. Kështu që suksese të gjithëve dhe një përshëndetje të veçantë nga zyra arsimore me ditë. Faleminderit. Atëherë këtu kemi mësues, ish mësues, ish nxënës, prindër dhe pjesëtar të tjerë të komunitetit. A ka kush dëshirë të marrë fjalën dhe të thotë një dy fjalë për mësuese? Përshëndetje. Si ish mësues i kësaj shkolle për më shumë se 30 vite, ndjehemi i emocionuar për pjesëmarrjen në ditën e hapur të dyrëve të hapura të kësaj shkolle. Kam dhënë në këto vite kontributin tim dhe ndjej shumë emocion për atë që rënja e numrit të nxënësve të shkollës tonë na pesmaton shumë. E përgëzoj kryetarin e bashkisë pasi foli gjatë dhe me shumë pasion për atë çfarë është arsimi profesional në kohën e sotme. Dhe unë du të them këtë që në botë nxënësi i klasës 9 që është në 7 e poshtë nuk e pranon njeri në gjimnaz. Prandaj i them atyre adoleshentëve të klasave të 9-ta, nëse kanë poshtë 9-tës arritjet mësimore, të mendojnë të ndjekin arsimin profesional, sepse në gjimnaz humbasin kohën, rriten, por nuk fitojnë gjë. Kam një thirrje të veçantë për drejtorët të shkollave nënvjeçare, që me mësuesit e edukimit për karrierën, të nxisin të punojnë me prindërit e nxënësve të klasave të 9-ta, që ata që janë 8 e poshtë t'i frymëzojnë, t'i drejtojnë drejt arsimit profesional. Rubiku është, e tha kryetari, e tha dhe drejtori i shkollës, ka shumë avantazhe në pozicionin ku ndodhet shkolla. Është krejtë e mundur që t'i nxisin të vinë dhe të shohin ambientet si janë vetë ambientet që tërheqin. Janë laboratoret, janë ambientet e shkollës, është konvikt i shkëlqyer, është investimi shtetëror, shteti i jep falas arsimimin, ngrënien, fjetjen, librat dhe gjithçka, pra shteti ka investuar për arsimin profesional. Prandaj ju këshilloj që ta keni në vëmendje të veçantë të zgjidhni arsimin profesional për të lumturuar jetën tuaj të ardhmen. Suksese. Faleminderit profesor. Atëherë tani do të njihemi me agjendën e ditës, pra çfarë do bëjmë sot. Si fillim, pjesëmarrësit do kenë mundësinë të vizitojnë nga afër laboratorët praktik, laboratori mekanikës, duke prezantuar pajisjet, mjetet dhe praktikat që do zhvillohen aty. Laboratorin e termohidraulikës, ku do shpjegohen teknologji dhe eksperimentet që do përdoren në këtë profil. Më pas do të vizitojmë konviktin, ku do të njihen me kushtet e akomodimit të nxënësve që vinë nga zonat e largëta. Më pas do njihemi me klasat dhe hapësirat mësimore. Gjatë vizitës, nxënës dhe mësues do shpjegojnë shkurtimisht funksionin e secilit ambient dhe do prezantojnë disa nga punët e tyre praktike. Së argëtuese me një koktejl përmbyllës. Tani do ju përshëndesim me një koreografi nga vajzat e shkollës tonë. Në këtë ditë të shënuar, Open Day për shkollën e mesme industriale Rubik, nuk dua t'ju them të dashur nxënës me terma matematikore, por dua të them dy fjalë të thjeshta zero. Unë që po ju flas, jam nxënëse e kësaj shkolle. Krenare për vitet që unë studiova, hapat e parë të studimit, drejt rrugës së dijes dhe të jetës. Krenare
për vitin që unë punova në të shkollë si mësuese matematikë informatikë. Krenare për këto femini, për të shkollë, unë zgjodha të studioj. Kjo është një shkollë me eksperiencë mbi 55 vjeçare. Me një staf të kualifikuar, me një godinë të rikonstruktuar, të mirëmbajtur, me bazë materiale, me gjithçka nevojite, një nxënësi për të hedhur hapat të sigurt në të studimeve të tij. Kjo si shkollë është një shkollë burim frymëzimi, shërben si tritje shite për brezat, për të gjithë brezat me radhë që kanë hedhur hapa të suksesshëm në jetë në shkollë dhe për të qytet të vogël, por me vlera të mëdha. Faleminderit. Do vazhdojë siç u tha vajza në fillim, tek baza prodhuese, baza praktikave më fal. Pastaj do vim tek konvikte dhe pastaj tek shkolla prapë. Miru takoheshim përsëri. Mi sugjeta. Ju uroj mirëseardhjen, është kënaqësi për ne që sot të kemi prezent në prezentorëve të mekanikës dhe të termohidraulikës, përfaqësues nga pushteti lokal, përfaqësues të zyrës faqërore, drejtori shkolla, edhe përfaqësues komunitetit dhe audiencën e klasave të nënta, për të cilat do të thosha t'i ftojmë që të bëjmë zgjedhjen e duhur, zgjedhjen e arsimit profesional, zgjedhjen e shkollës së mesme industriale Rubik. Është zgjedhja e cila ka të bëjë me të ardhmen tuaj. Ky që jemi këtu është ambienti i laboratorit mekanikës, ku kryen punime të ndryshme të gjitha modulet profesionale në këtë. Për më tepër, për sa i përket prezantimit të pajisjes, të makinerime dhe mënyrën e funksionimit të tyre, kemi dy instruktorë, profesor Gjuvalini dhe profesor Gjuvalini. Ju ftoj të zgjidhni arsimin profesional. Është e ardhmja e të imi, për zgjedhja e duhur. Ftoj gjithë audiencën e klasave të nënta. Njëkohësisht bashkas të ftoj edhe drejtorët që janë prezent sot të na animojnë, të na mbështesin dhe të lobojnë e promovojnë shkollën tonë. Është një shkollë me vlera, një shkollë me tradita, një shkollë që daton që në vitet 68. Kështu që faleminderit që jeni pjesë e kësaj dite të hapur. Gjithmonë jeni ke pritur dhe faleminderit për mësim. Do bëjmë gjitha riparimet dhe praktikat profesionale të mekanikës. Praktikën mekanike kryesisht e bëjmë riparime dhe në mirëmbajtjen e gjitha makinerive. Repartjes e pajisur me gjitha aksesorët, me saldatrice, me torno, me trapone, me sharra të ndryshme të cilat jemi atje. Ajër, si sigur si në sirë, për nga ajë që të thotë tu a shërbire të makine, po a shumë shpetë. Atyre desha ato çunat faktikisht që them aty në të rinj të zgjidhin degën profesionale, sidomos termohidraulike. Çfarë mësohet në këtë degë? Që tek instalimet hidrosanitare të një baneje, instalimet e sistemit të ngrohjes deri tek paneli diellor. Janë procese shumë të thjeshta që mësohen shumë shpejt dhe ma domenja do të jetë shumë i lumtur gjithkush që mbaron këtë lloj dege. Do doja që ato çunat e rit shikonin disa pajisje shumë të thjeshta, që tek pajisjat që mat kuotat ku vendosen pajisjet hidrosanitare. Nuk ka nevojë të shkojmë tani ti matim me metër, por nëpërmjet rrezeve përcaktohet kuota ku ti do të vendosesh, do montosh një pajisje hidrosanitare. Ku do bësh një vrim për të vendosur një bulon ku do montohen pajisjet hidrosanitare. Kavaleta hidraulike ose tavolina si quhet ndryshe ku mbështeten të gjitha pajisjet me të cilat ti do punosh. Do vendosesh tubin metalik, se llojet e tubave janë të ndryshme,
që tek tubat metalik, multistrat, PVC, polipropilen e tjerë, dhe të gjitha punimet, proceset e vogla që nga fillestari deri tek më të rëndësishmet, bëhen në këtë kavalet. Pra montohen dhe pastaj priten me taletub, llojet e taletubeve kjo zakonisht e bakrit, ka për tubat e PVC-s, ka për tubat metalik. Pra ka të gjithë llojet e pajisjeve përdorur për qespune, Farvizion OJF-s na ka bombardu me pajisje dhe bazë materiale për të realizuar programin 100% të degës hidrosanitare, por dhe të degës mekanike. Kështu që ne mund të demonstrojmë shumë procese, po marrë vetëm një proces shumë të thjeshtë. Të doje, mund të vjerë edhe ti provoje vetë. Kemi instruktori e hidraulikës, se si mund të realizohet. Kuptot? Me matet me metër, saktohet. Ka disa lloj prerje. Pra prerje bëhet edhe me gërshar hidraulike, të cilat në rastin konkret do t'ju demonstrojmë në shumë të thjeshtë, pasi fiksohet tubi, ajo vjen duke karikuar, duke i dhënë edhe bëhet prerje shumë të thjeshtë, sipas dimensioneve që ju kërkohet dhe ju nevojitet. Ajo ka marrë dhe jepet 3 milionë euro. Asnjëherë s'punon zy. Si quhet kilometori? Kjo quhet Arte dhe Zeje. Muzeu i shkollës Arte dhe Zeje. Është Arte dhe Zeje. Shumë e bukur, shumë e bukur. Arte dhe Zeje. Në Amerikë kam pas ndjenjë kështu. Ja ta jemi punon dhe ata përformatës se ne kemi marrë për shkollë Zeje. Sa e di Shkodra. Tash do ma sjellë pra. Do ma sjellë pra. Aja Shkodron. Jo, ajo është i djem vetë vllajt tem. Po ma e pata marrë. Shkodra i bazarisht. Jo, dhe ne çështë kemi. Ale. Po. Ne çështë. Pastaj s'ka djem për të marrë këtë lekë të tjerë. Një lloj më janë kumar djem. Shokë ndarje. Shokë ndarje. Jo, s'ka ndarje. Por ju keni një mirë se keni me
Nesër me bojë, po ju e keni të dhejmë, është ka të manë, boja prishëm, për fakt, dhe e vjetë. Kjo është shumë mirë, pa ishte muzej. Që e vogël, po? Nëse do pasërohet, në të ardhme. Politike. Dhe atë kimi edhe në fakultet e ka mbrojt me mësimin e gjypëkollës. Nëse prishëm, normal e nga të vdet në ne, jo ma baza materiale, po. Ka qenë model. E kam pasur këtu. E ki gabim, po të të me që se kam gjohën për të sarja të gjohën, Zysh, më thanë që kjo është puna jote, të falenderoj. Bashkën e nxënësit dhe mësuesit gjithmonë, bashkën e kolektivin e vetme nuk bëjtë të bashkë. Je do shëndor. Nxënësit dhe kolektiv. Thank you.